Më mirë. Do ndryshojmë edhe ato të rojt. Qërqafet se i kam zirë nga farë si janë gati. Po përfitojmë se së shbeki. Ajo së lë. Bravo. Që jap një pamje kanë gjërë. Sa bukur. E pastër, e sistemuar, arome mirë. Ka që dua nga jeta. Çdo gjë tani duket shumë e rregullt, e pastër. Ka lezet. Dhe këtu, kjo zona do më rëmuj derisa unë të kem një vend për make-upet, një komodin, tavolin, nuk e di si do sajoha. Është kjo pjesa që ban pjesën më kryesore të make-upeve që unë bëj në përditshmëri çdo ditë. Disa janë dhe këtu. Edhe furçat e vendosa këtu për t'i patur më thjesht dhe për t'i parë. Tu kemi farcoleta. Dhe kështu, gjinse. Këtu kemi futur rangalle, i themun, lloj gjërash për të fshehur rëmujen, po s'ke ku i ço. Biçuteri. Tu kemi syzet, këtu e lash si zyrtar që të fus këto gjërat e shpejta. Vi, i nxjerr nga njëra çantë, kaloj te tjetra. Nuk mund të jetë më e rregullt se kaq. Kot zyrtarët janë full, nuk është se mund të jenë shumë të rregullta, rëndësi ka që i kam shumë të ndara. Tani jam për një dush. Ndërkohë që unë po sistemoja, sa shumë duar më duken këto. Kam vendosur dhe vaj që ta mbaj në kokë ndërkohë. Ndërkohë Rogertit që thoshte i bërë për të larë. O thjesht kisha vënë këtë vaj dhe i duke sikur është vajisur koka, që mua s'më bët kur kështu, por që këto qimet e reja që kanë dalur, më rrim përpjet dhe duken shumë duar. Mirë, jemi mirë. Produkte që përdor nga Moroccan Oil janë shumë të mira. Po të shikoni, direkt u shiftua, nuk rejnë krejt kollaj. Përdor dhe këtë produktin, shampo, por është edhe ky Levin, është suaj mirë. E përdor sa herë bëj dush këtu në shtëpi, se normalisht disa ditë të javës bëj dhe krejë në parukëri. Por kur i laj vetë këtu, i përdor të gjitha hapat dhe produktet. Tani do t'i thaj dhe për gjumë. Në gjesi nga dita tjetër. Jam lyrë e më përgati, kështu që nuk do ju maj shumë këtu. Dhe që në Tiranë sot. Më shumë shkoj në Tiranë. Nëse jeta ime është ndarë gjithmonë në mes Durrësit dhe Tiranës. Këtë 8 vjeçarin që unë kam bërë martesë. Make-upin e kam bërë, do i jap një dorë edhe flokëve, o zot, si janë bërë. Thellë, unë jam një kuqalashe, e shikoj këtu, më ka dalë rënja ime, dhe flokët kështu duken si fije të arta. Shumë bukur. I kam bërë me këtë pjastrin me val nga GHD-ja. Që është kjo rëmuj më zot që e bëja nga hiqi.
është kjo këtu, se do më pyesni. Kjo shpëtim është masa më e madhe. Kam patur dhe ato më të vogla. Por, flokët e mia natyrale kanë këtë valën. Ja, fix, si që shikoni. Okej, kam bërë dje, po gati kanë rënë. Pra, kur i lë pa krehur drejt, pa i bërë asgjë, thjesht i thaj, kështu mbën. Dhe kjo është gjëja ime. Kështu që janë të vetmet valë që mua më mbajnë dhe duke natyrale për shumë ditë. Do jap një retouch tani. Ha mama. Vesh e pak. Do ta vesh mami. O drita ime ti se bukur je. Do shkom tani kur bësh ti gati do shkom ke nanatonit e dhe vëzi. Po. Pa babin. Babi ka punët e veta. Do marrë me vete dhe Ryan sot, se i thashë do shkoj të dhëmbët, është shtunë, ka pushim, edhe do lete mami im se knaqet atje. Por që duhet ta marrë me vete edhe tek dhëmbët, t'i bëj një kontroll goje, se u bë shumë kohë që nuk është se i kemi bërë ndonjë vizitë te dhëmbët. Kështu që do shkoj vetë, edhe të dy bashkë, se normalisht të shkoj vetëm për ato ai ka frikë. Por edhe unë kam 2 vite që kam vendosur dhëmbët, 2 vite gjysmë, jo 2, dhe nuk kam shku as edhe një herë, sikur edhe për të parë gjendjen. Gjendja shumë mirë, thjesht duhet pastruar dhe pa gurzat, sepse edhe pse keni dhëmbë të ri, pra të vendosur, krijohen gurza. Kështu që patjetër më duhet të shkoj, të bëj dhe një lavash që të shkëlqejnë. Sa të bukur janë, një adhuroj. Po ka një gjë që unë jam shumë e lumtur që kam bërë, janë dhëmbët. Me kanë ndritur dhe nuk e kam ditur më përpara që e kam patur kaq nevojshme, por mbasi e kam bërë, kam thënë nuk e di ku kam qenë. Realisht. Janë shpëtim, janë shumë natyral, shumë fara. Ja, i bëra valet tonë, i mbajt e qikë si shumë, herë tjetër i mbaj pak më pak që të duken më naturale, pra sikur i ke vetë, jo sikur i ke bërë, nuk dua të duken shumë. Edhe kjo është mënyra më shpejt që unë të bëhem gati nga flokët e mia janë shumë të trasha, edhe kur shkojnë në parukëri dua 2 orë, la e thaj, sidomos kur i bëj me onde. Kur i bëj drejt, aq 40 minuta, 50 minuta e mbaroj, bashkë la e tharje. Por edhe kur jam vetë, do shumë kohë merresh me to, janë të trasha, të dendura, edhe të bëj Dyson me onde nuk ka shans, më thënë të rri unë 2 orë për 5 minuta, thjesht 5 minuta do mbaj, nuk më ka mbajtur kurrë, sepse floku im është shumë i rëndë, rëndon shumë, edhe nuk është për onde, është vetëm për këtë lloj valit që të mbaj flasim, ondet më shkojnë, më dalin bukur, por nuk më mbajnë. Kur bëj onde më pëlqen se si duken mbasi kanë rënë onde, duken shumë natyrale. Dhe kjo pjasje është shumë e thjeshtë, më thënë unë parmbrëm, u lava, i thava pjesërisht, i bëra me këtë 5 minuta, gati. Edhe duker sikur ke bërë super look. Super gjë. Unë si shumë parukëri. Kështu që nëse keni me dy mendje, duhet ta blini patjetër, si për verë si për dimër. Këto valet janë yll. Mua më shkojnë shumë, sepse kam natyrën e flokut tim, edhe duken shumë bukur, madje edhe ngjyra bjon duket shumë më bukur me këto. Edhe prandaj më pëlqen t'i bëj, kam bërë gjithmonë, kam patur një tjetër që kam marrë në treg para 10-12 vitesh, o zot se e lashtë. Edhe sa pa të ndalë në atë kohë, mbaj mend si sot, kushtonte 20.000 lekë ai pjastri. Kam qenë në shkollë, më dukte sikur po bleja fik, sikur po blej një gjë 100.000 lekësh sot, një pjastër 100.000 lekësh sot. Ishte i zeta atëherë para 12 vitesh. Se normalisht me kursimet që bëja vetë, se mami t'i duke i budallik me blej me djeg flokët. Se unë i kam patur gjithmonë flokët shumë bukra.
Thosh se ti për këtë lidhi gërshet edhe të bën me val. Si mamat. Sot ju thash që kam punë në Tiranë. Akoma si kemi përfunduar të gjitha detajet të dyqani, se kështu dikush t'i vonon më tepër. Kam dhe 2-3 detaje për të përfunduar, por që e di që do marrin shumë kohë ato. Dua të bëj një ishull. E keni parasysh atë raftin që e kam durrës me pllak, që e kemi bërë vetë nga fillimi? Dua të bëj një ishull me pllak, por ende s'kam gjetur pllakën. Ajo pllaka që unë kam durrës më pëlqen shumë, por do doja diçka si në bezh. Do dalë të shikoj një herë, prandaj e shtyr se po t'ishte pra të pllakën e kisha porosit, e kisha bërë direkt. Tani, këtë javën që vjen me shumë mundësi do bëj ndryshimin që ju kam folë, që nuk ja tregoj se çfarë do jetë. Por do jetë një ndryshim që se kam bërë kurrë në jetë. Ka ardhur momenti për të bërë ndryshime drastike dhe dhjetori do jetë shumë emocionues, shumë gjëra të bukura, koleksione të bukura. Do bëhemi gati për ditëlindje, se patjetër që do e festoj këtu. Edhe do na marrin kohë këto gjërat dhe do mundohem t'ju jap kohë që të shijojmë procesin. E keni parasysh për ato që janë martuar me dasëm, gjëja më e bukur, flas edhe për eksperiencën time, ka qenë përgatitjet para. Që dile për vellët, lokali, detajet, me gjithë njerëzit e shtëpisë më blej gjëra, se normalisht nuk blenin asgjë pa mua. Edhe i gjithë ky procesi është më i bukur, se dasma atë ditë ikën sikur është vetëm një orë dasëm. Kalon shumë shpejt. Nga që është gjë e bukur dhe ti mezi e pret, dhe duket sikur kalon, jo të duket, por në të vërtetë kalon shumë sa hapën mbyt syt, vetëm kur shikon që mbaroi dasma. Dhe kujtime më të bukura unë i kam para dasme. Mbaj mend që patën ardhur për herë të parë të gjithë kushërinë që kam jashtë shtetit, çka kisha në Vlorë, çka kisha në Tiranë, të gjithë për herë të parë ishim mbledhur gjithë bashkë, një javë para dasmës, dhe le të them dhe ta pranoj që ajo java ka qenë java më e bukur e jetës time. Patjetër që kam patur momente shumë bukura në jetë, por ai momenti që je gocë dhe i bashkosh dhe njëherë me gjithë kushërinë, dhe di, që i bëra vetës të shumë, kujtova ato momente. Gjë më e bukur pastaj, pjesa më madhe, janë martuar, janë larguar, por që për ne nostalgji është periudha fëmijërore, me kë kemi kaluar, domethënë se të bukura kam kaluar plot një jetë, po flas që ajo java që vishin gjithë për të kërcyer, për të festuar, për dasmën tënde. Isha dhe e preferuara e fisit. Le ta pranojmë. Edhe kjo nuk di. Gjysma e njerëzve tani nuk jetojnë më, edhe kur mendoj, kujtoj, ja një arsye pse bën dasmat dhe këto mbledhjet. Ke kujtime, shumë njerëz shuan dhe kujtimet në rast që ti nuk i ke vizualizuar ose ti kesh diku. Edhe një ndër arsyet më kryesore mendoj që duhet të bërë dasma është kjo. E gjithë lumturia që ti merr nga kjo ndjesi, por edhe fakti që bashkohesh me gjithë njerëzit, që ti në përditshmëri ose një jetë e tillë ka ardhur jeta, domethënë nuk arrin dot të bashkohesh dhe të takohesh me njerëz të tut, fisin tënd, gjakun tënd. Është shumë e vështirë, po sot jemi harruar gjithë, kupton? Okej, mua s'më harron njëri se ju dal aty 24/7 YouTube, TikTok, Instagram, por unë i harroj se kur nuk janë aktiv ose nuk i kam në Instagram ose diku, ose ato më kanë mua me një profil që nuk e kanë aktiv, thjesht e mbajnë, unë nuk i kam dhe nuk i shoh. Dhe unë kënaqem shumë kur kemi raste që ritakom dhe një herë me njerëz fisit, njerëz gjakut ton.
Dhe pse këto vitet e fundit na ka qelluar të takojmë vetëm për keq, domethënë, që më vitiq Gjagji, Daja, po ç'a të bëjmë? Kështu është jeta, ky është proces i jetës që do e kalojnë gjithë, sado që neve nuk na pëlqen. Kjo është, ti ndërton një jetë të re, fëmijat, e ardhmja, lidhet ndryshme me ty, nuk ka më lidhje me femërinë tënde, me aty ku je rritur. Është pak e dhimbshme do thoja unë, sepse fati me meshkujve, i mashkullit në këtë rast, është që nuk ndryshon asgjë në jetën e vet. Është të familja vet, me të njëjtit njerëz, ai e bën edhe familjen e re, pra që martohet, bën fëmijë. Edhe nuk i ndryshon asgjë, thjesht i shtohen të mirat. Kurse ne femrat jemi gatuar gjithmonë të vuajmë dhe të shtypim atë ndjesitë që tregojmë sikur okay, është gjë normale, po në të njëjtën kohë ne e vuajmë. Unë për shembull e vuja që nuk do zgjohem të shtëpia ime për ditë, edhe pse unë doja Rogerit, nuk është se ishte një bashkëshort ose që thjesht më erdhi tani momenti për të martuar edhe duhet të martohem dhe ky është procesi, duhet ta pranoj sido që të jetë. Po unë jam lidhur me Rogerin që e vogël, jemi dashuruar, çdo gjë e kemi bërë kur kemi dashur ne, edhe kur kemi dashur të fijojmë, martohemi më radh, por që në të vërtetë unë për shembull kam lënë të gjitha ndjesitë e bukura. Jo unë, të gjitha femrat që martohen dhe shkojnë te burri. Edhe për këtë deri diku them që ato janë me fat dhe nuk përjetojnë as gjysmën që përjetojnë femrat. Ma besoni. Ne jemi heroina, jemi të papara, bëjmë fëmijë, krijojmë familje, përshtatemi me njerëz të rinj, i bëjmë njerëz të rinj si familjes tonë. Jemi realisht kur mendoj ndonjëherë jemi shumë të forta. Domethënë, meshkujt, gjë e parë që del, demoralizohen, vetëm që s'qajnë, që s'duan të tregojnë ato anën tjetër të dobët, po në të vërtetë janë shumë. Nuk e di, duhet ma konfirmoni këto, e kam gabim apo jam vetëm unë me këtë lloj mendime ose ndjesish. Por në gjithë ato që unë kam parë deri më sot, mendoj se kjo është. Që ata nuk ndryshojnë asgjë në jetën e vet. Aq më tepër që lazdrohen shumë nga mamat, përfshirë dhe burrin tim këtu. Një gjë të mirë që më ka pëlqyer gjithmonë te Rogerti është se ka respekt për femrën, ka patur gjithmonë respekt për mua, e shikoj me gocën që është pra fakti që mami vetë ka rritur me shumë dashuri dhe shumë afër, kjo transmetohet dhe tek gruaja, që jam unë, për shembull, ose kushdo që t'ishte bashkëshortja ti, edhe goca. Pra, nga një anë është gjë shumë e mirë që mamat e mbajnë sepse kanë edhe këtë ndjesinë femërore shumë më të theksuar se sa disa meshkuj tjerë që nuk dinë të trajtojnë femrën e vet ose një femër do si do. Madje ndonjëherë jam më agresive unë dhe bëm më shpejt unë me nerva ose më kap, se tani ka ardhur një morsë më përpara thoshte Rogeti ti nuk di të thush kur jo, nuk di të thush. A ke ndjesi të këqija ndonjëherë më bënte mund fillimet? Edhe kur ma për herë që je bërë shumë kështu me nervo, i them tim ke bërë, se unë kam qenë ajo goca që më thoje, a dit në vrikosesh, a dit thush ndonjëherë jo, se unë thoje për çdo gjë po, për çdo gjë. Edhe të jem shumë e sinqert për këtë, para 2-3 vitesh e kam ndryshuar pak këtë që çdo njeriu dhe për çdo gjë thoja po. Se as vetë erdhi një pikë që kur thoya për çdo kënd po dhe për çdo gjë po, fillon ti dhe nuk merr asnjë gjë mbrapsht, patjetër që përkthehet në ndjesi negative dhe fillon rritesh edhe jeta të qenë drejt një vendimi që të marrësh edhe mos thush më po dhe të ruash energjinë vetëm për veten tënde. Po që kjo është, nuk e di, më vjen të qesh se çdo herë që jam këtu, unë hap ndonjë temë që më përpara ose në përgjithësi këto tema i hap vetëm me njerëz shumë afër zemrës time dhe nuk ndodh që unë në Instagram këto tema si kam trajtuar kur, për shembull. As TikTok jo. Por kjo më vjen mirë që unë këtu në kanal të YouTube-it jam
një alë tjetër në disa dimensione që ndoshta njerëzit si kanë parë dhe nuk i shohin në vendet e tjera. Edhe jam shumë reale dhe më pëlqen për këtë edhe me veten time sot. Ndoshta në fillimet e mia nuk dija të shpreha të sinqeritetin tim, ndoshta ishte mënyra e gabuar, por fakti që ti ndihesh shumë mirë me veten dhe reale me veten e bën që të flasësh dhe të transmetosh dhe të tregosh disa gjëra që ndoshta nuk do i ndaje kurrë me njerëz dhe nuk është qëllimi im për të ndarë as për audiencë, as absolutisht për asgjë. Unë po t'ishte puna për audiencë, do kisha ditur ta mbaja mbërthyer me shumë gjëra të tjera që nëse do më konvenonte për vëmendje. Por më pëlqen që vëmendjen ta kem pikërisht për Altën, për njeriu që unë jam dhe për gjëra që dua të tregoj, transmetoj, reale, të prekshme dhe në të vërtetë ato që unë jetoj, jo gjëra që i stisim, i bëjmë për vëmendje se duhet, jo, unë do i kisha bërë me kohë këtë gjë dhe sot YouTube im mund të kishte edhe 100.000 subscribers nëse do bëja gjëra sa për të shtuar numrin. Asnjëherë nuk ka qenë qëllimi im të shtoj numrin, qëllimi im ka qenë që të shtoj njerëz që me mua komunikoj dhe unë komunikoj me to, marr ndjesi të bukura, ndajmë gjëra të bukura. Nuk e di, kjo ka qenë gjithmonë piknisja në gjitha rrjetet e mia sociale, nuk ka qenë kurrë për të bërë diçka se tani më duhet për famë, jo. Tani ika se jam vonë. Jam vonë. Duhet të vishëm edhe të bëm gati, do bëj gati erojin. Është veshur, po thjesht shikoj se çfarë duhet i marr me vete, se do ta lë te mami im sot. Ndërsa Bekin do ta lë me nënën këtu në Durrës, nuk ta marr me vete. Se dje kisha unë me vete se do njëherë, duket sikur fokusohem ose te Beki ose te Roy. Roy, të kuptojmë, 5 ditë të javës është në shkollë, nga mëngjesi deri në darkë vjen, pushon, ha buk, pastaj direkt after schoolin e ka 2 orë, edhe në darkë që jemi dhe kur jemi pastaj luan ka atë momentin e vet dhe unë nuk dua t'i them hajde bëjmë video. Pra, këtu jam shumë reale, nuk mund të sforcoj gjithë gjën ose sforcoj fëmijët e mi që si të dalin në video. Kështu që nuk ka lidhje kjo, thjesht një ditë jam me njërin, një ditë me tjetrin, varet aktiviteti. Dje isha te spitali me Bekin dhe kisha atë, Roy ishte në shkollë. Sot do kem Royn. Kështu shko kjo punë, zinxhir. Me të dy bashk, vetëm të diela mezi bëhemi. Ose ndonjë shtun se kështu, Roy shkollë, ne punë, Beki është ajo që është e pa puna në këtë mes. Ku do shkojmë ne sot? Roy. Roy do shkoj te shtëpia, ktheu. Ktheu. Po s'po të shtëpia. Hajde. Po thuaj pra. Hajde kthehemi këtu shkojmë në shtëpi pra. Do ikim ke Tirana. Në pra po fol. Ne do shkojmë te Tirana, një herë do shkojmë te dhëmbët e Mambit, thuj. Se do bëjmë një vizitë te dhëmbët. Yes? Ha thuje. Një herë do vizitim dhëmbët e Mambit. Okay. Dhëmbët e Mamit, edhe të Roy. Ja. Iko, ka që kishim screen time in a row për sot. Edhe ka Shko bire të ziljes tani? Që na hapin derën, aty. Pa. Gjënë të këshiroj hapë zemë. Edhe me qënë se nuk është Beki, po përfitoj nga rasti të bëj unboxing.
Se në të kundërt, ajo e tini, e thyen të gjitha. Kur pash të pasqyrën të Jusk, nuk e dija fare që kishte ardhur, po u lumturova pa mas, se kisha ndërmend ta bëja tek mobilieri me përmasën dhe idenë time. Por kur pash këtë që ishte fiks masia që unë doja, tani unë kam marrë pasqyrën dhe akoma nuk kam tavolinën për ta vendosur, por për momentin do t'ja gjej anën, se kam komodinën e madhe. Thjesht u lumturova pa mas kur e gjeta, është kjo këtu, dhe ky butoni tregon nuancat që ti do, nëse do më të ngrohtë, më të ftohtë dhe dritë natyrale normale. Vjen fisha që do karikot, vendoset në prizë, këto gjëra që ndërtohet dhe ta shohim. O, e sigur që duhet ta editojmë me një editimit, ta rregullojmë të gjithën. Kjo është mbajtësja. Dhe kjo është pasqyra. Yay! Shumë e bukur. Është fiks për masa që unë doja. As e madhe, as e vogël. Super. Super! Jam shumë e të të bëjmë të bëra. Kisha shumë të mëtoshme. Mora një lampë nga këto që janë shumë të ngrohta për ambazhuarin e dhomës time. Mora normalisht një filxhan me motive festash. Më pëlqeu se ishte kështu madh dhe kishte këtë pemën shumë elegante dhe në ngjyrën jeshile. E gdhendur, jo e pikturuar, prandaj më pëlqeu. Kishte edhe nga ato kupat e vogla, por mora vetëm këto një herë. Mora këto pemet e drurit fiks për mua. Do t'i vendos aty. E di që Beki nuk le gjë pa prish, edhe prandaj më duan dekore që nuk thyen druri ose prej letre ose prej kauçuku. Edhe të ishin perfekt. Na shkon edhe me drurin ton. Pra këtu mobiljet janë druri, edhe është fiks edhe ngjyra e gjithë gjëja, dhe thash për marrë 3, do doja që t'ishte njëra më e vogël se tjetra, por që edhe 3 bukur dorin. Sa asnjëherë nuk ka një bredh, kur janë bredhat në mal janë shumë bredha afër. Kështu që do vendosim këto të treja. Dhe e fundit fare është ky ylli dekorativ në material çeliku. Por vjen jo shumë gol dhe më pëlqen, se këto që janë shumë flori nuk më pëlqen shumë. Ka këtë materiale dhe që ka këto dallgët, nuk është kështu lisha. Më pëlqeu. Dhe këtë do ta vendos aty, nuk e gjej gjë, se është qelik. Do e marr 1-2-3 herë Beki, do e hedh në tokë, por besoj herë të tjera kur të mësoj që duhet të rri aty, nuk do i bëj gjë. Këto mora. Shkuam për diçka tjetër dhe përfunduam për gjë tjetër, por kjo është e bukur që ti nuk përfundon duke bërë atë që ti mendon. Kaq. Tani mendoj se duhet ta mbyll vlogun diku këtu. Go give me chocolate, mama. Që të hangër? Dritë. Aha, baba. E prishi pemën chocolate. I put animal parts in it. Beki! Este Lloyd.